fashizmi gjerman-italian, shqiptarët u pozicionuar me aleatët amerikan, angles e francez. Prandaj këtë datë këtu e merr edhe një peshë veçantë. Sot është datë e shënuar pikërisht edhe datë çlirimi nga pushtuesi hitlerian. Ku kemi sot, kush gjendet sot deklarata e pavarësisë së Shqipërisë? Është shumë interesante sot, nashta Shqipëria është i vetmi shtet, nuk e di për tjerat, i cili nuk e ka certifikatin e lindjes. Ai akti ku është nënshkruar nga 37 delegat atko, akti i pavarësisë Shqipërisë mbledh, deri 1914 ka qenë nën pronësi të kësaj qeverie, ose më saktë më thonë të Ismail Qemalit, aty në burrave që e kanë përballë qeveri. Por me që paraprakisht konferenca e Londrës e merr një vendim që përveç më unjoft në Shqipëri, çfarë është sot kjo londineze që i themi në Shqipëria zyrtare, ajo konferencë e marr po ashtu një vendim tjetër ku nuk nifot qeveria e Ismail Qemalit. Dhe Ismail Qemali si një burr pa ambicie politike, por gjithmonë shërbim kombit, vendos të largohet. Dhe me 22 janar 1914 largohet përfundimisht nga Shqipëria, por aktin ose deklaratën e pavarësisë me vete e merr Lev Nosi. Dhe hera e fundit, edhe e para dhe e fundit, kur kemi pa origjinalin e pavarësisë, pra e deklaratën e pavarësisë, ka qenë 1937, kur është festuar 25 vjetori i pavarësisë Shqipërisë. E ka publikuar Lev Nosi, por krahas saj ai ka vënë edhe shumë, si më thon, kopje të asaj deklarate. Ne sot pse kemi një kopje, është fal Lev Nosit. Pas luftës, kur filloi lufta e dytë botërore, me që ato rrethana politike të kohës i ballafaqojnë dy grupacione shqiptarëve, nacionalist e komunist, të që nga Vitat Frashi dhe Enver Hoxha, fundi i luftës, Lev Nosi arrestohet si agent i Hitlerit ose agent nazifashist, pushkatohet nga regjimi i Enver Hoxhës dhe pushkatimi i tij pason edhe me plaçkitjen e disa elementeve me vlerë. Ne e dimë që Lev Nosi ka qenë një koleksionist edhe një studius i mirë i historisë edhe i artit në përgjithësi kulturës shqiptare. Dhe bashkë me ato plaçkitje që i ka bërë regjimi i Hoxhës, thuhet atko që janë marrë edhe 2 kasetat e tij. Në ato 2 kaseta ka pas dokumenta me vlerë. Dhe këto 2 kaseta me shumë mundësi, sipas studimeve, thuhet që kanë shkuar në Beograd, me që atko kemi pas një miqësi të Josip Brozit me Enver Hoxhën. Dhe sot është mirë shteti shqiptar me pas një sipërmarrje, mënyrë që me e definua, a ekzistojnë dikund ato letra me vlerë, ku unë besoj fuqishëm, që aty gjendet edhe deklarata e pavarësisë apo jo. Pra ju po thoni që ka dyshime që deklarata e pavarësisë së Shqipërisë në shkruajtur në vitin 1912 mund të ndodhet në Beograd? Po, sepse thash, vdekja, pushkatimi i Lev Nosit ka qua edhe në marrjen ose konfiskimin e disa elementeve me vlerë ti, elemente me vlerë, elemente nga ato pjesa historisë që i ka koleksionuar Lev Nosi, dhe ato shkojnë në Beograd sipas shumë gjasave, nga ajo kohë mos e kemi pas një herë që i vjen sot 100 e sa vite mbrapa, një shekull mbrapa, shqiptarët e festojnë, padyshim ne e kemi atë deklaratë në mënyrë të fotokopjume, pra fotokopjet e këtij dokumenti, por nuk e kemi origjinalin, dhe unë mendoj që kjo keq, dhe këtu do të më fokusohet shumë edhe Ministria e Jashtme. Të paktën me bërë një kërkim nëse lejohet. Ka pas diçka të tillë ndonjë qoftë kërkim apo ndonjë Me sa jam unë ndjeni, jo, shumë shqiptarë nuk besojnë, mbase edhe i drejtë është pesimizmi i tyre që mund gjenë ajo deklarata fizikisht, mbase edhe kanë shkatruar, kanë ndjeje komplet atko Jugoslav të Josip Brozit, me që Shqipëria ka qenë njën nga ato pikat ku është faq her pas here edhe ekspansionizmi Jugoslav, përveçenëse se Republika e 7, në mënyrë që me fshin nga kujtesa historike dhe dokumente më të rëndësishëm që i vjen, unë jam pesimist, po le ta bëjmë kërkimin ne që ta definojmë përfundimisht, por ndryshe, po mos kishte qenë veprimtaria kulturore e Lev Nosit, sot kishte me festuar në 28 nëntorin pa e pas asnjë kopje të asaj deklarate, dhe kjo ishte fatkeqësia. Por fal Lev Nosit, të paktën e kemi një kopje. Mirë që kemi të paktën atë kopje. Dhe konferencën e Londrës, a ishte një padrejtësi për shqiptarët konferenca e Londrës? A ju shërbeu apo nuk ju shërbeu shqiptarëve? Tash, unë e di që këto që të ta thonë tash ka me pas pak edhe mbase indinjat në raport me mu. Unë nuk besoj se historikisht na kanë mësuar që historia është një padrejtësi e përhershme ndaj shqiptarëve. Konferenca e Londrës e vërtet që nuk e dizajnoi në Shqipëri ose nuk e dizajnoi hartën shqiptarëve ashtu siç kishim dëshirë ne. Me të drejtë dëshirat tona kanë qenë drejta, por me pas drejt ose për me i realizuar të dëshira, li me pas një fuqi ekzekutivi mbrapa dhe një aktivitet. Por hirtë vërtetës, por hirtë korrektësisë, nacionalizmi shqiptar është shumë i vonë.
qysh nga 1830 për herë parë shfaqet, por shumë i fragmentuar, pa një ide të qartë se çka ne kupton shqiptaria në kuptimin politik. Momenti Ka përcjell ky fat? Na ka përcjell ky fat? Na ka përcjell deri në vit 12, mos harroni edhe koha kur është shpall pavarësia e Shqipërisë, ne nuk e kemi pas shumë qartë, po kur them ne kuptoj ato elita politike që e kanë drejtuar vendin, nuk e kanë pas shumë qartë a duhet një autonomi, a duhet një pavarësi nga Perandoria Osmane. Shumë elita të kohës e kanë pa Perandorinë si atë lloj i përhershëm. Pra, por këtu pikërisht vjen në shpreha i delli prej diplomatit të rryer, diplomat racë që thënë vëllezërit tonë në Shqipëri, i Ismail Qemalit. Dhe konferenca e Londrës o dash me veprua edhe mbi argumenta juridike, jo vetëm mbi do dëshirat shqiptarëve. Dhe na e dim, mos me një detaje, ka qenë një sipërmarrje, një odisej me veti për pjekja e shqiptarëve, për me siguruar paktën një shtet shqiptar nga punimet asaj konference, me që kemi pas shumë fuqi kundra, e vetëm fuqi mbështetëse për ne ka qenë Austro-Hungaria dhe Italia për kufirin e jugut, edhe këto jo aq shumë për një sentiment pro-shqiptar, sa kanë pas një interes të vetin. Interesi austriak ka qenë që me kriju një lidh, po thon kushtimisht me shqiptar, një shteti shqiptar që pengon panslavizmin rus në Adriatik, nga në tjetër një jug, po ashtu Italia si një rivale e përhershme e Francës, me pas sa ma poshtë kufirin grek, për atë arsye ka insistuar dhe ka avokuar që kufiri i shqiptarëve me qenë Gjirokastra, Korça, Vlora, këto me radhë. Dhe këtë kjo sipërmarrje e kohës, pra duke e pa që argument juridik nuk ka qenë fort në anën tonë, shqiptarët në kuptimin me letra deklarativ kanë qenë pjesë e një Perandorie Osmane, atëherë unë mendoj që ajo që ka ndodhur në konferencën e Londrës është një mrekulli. Mendoj që konferenca e Londrës ka bërë një shërbim të madh shqiptarëve, pa çka se jo sipas dëshirave. Për këtë ka qenë koshienta dhe vet Ismail Qemali. Mirë po, padrejtësia që na mrekulli, po çfarë ka pas mundësi të ndodhte nëse jo kjo? Qëre, fillimisht ka qenë rrezik, se mos harroni, lufta ballkanike, lufta e parë ballkanike, e cila nis në tetorin e vitit 1912, mes